Dyshimi dhe paragjykimet janë vesë të shejtanit. Gjithashtu, edhe kur thua, aha, po ta kishëm bërë kështu, nuk do të kishte ndodhë kështu, gjithashtu edhe ky është vesë i shejtanit. Por ne po e zgjedhim për juve një verset kuranor të surës Huxhurat, i cili na shpjegon shumë bukur dëmet që mund të kemi nga paragjykimet, dyshimet, sepse në shoqërinë tonë kosovare, shqiptare, kemi këtë vesë të dobët të ligë në shoqëri, pra paragjykimin edhe dyshimet, të cilat nuk janë të pëlqyera dhe madje i marrin qafë edhe shumë njerëz të cilët kanë qenë me plot frymë, me plot jetë, për shkak një pune apo një veprimi që e ka bërë, duke menduar se për veti i duket mirë, për shkak se të tjerët e kanë paragjykuar në vend se ta pyesin. Prandaj, Zoti në surën Huxhurat, ajeti 12 thot kështu: O ju që keni besuar, largohuni prej paragjykimeve, dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgojoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri për jush dëshiroj të haj mishin e vëllaut të vet të vdekur? Atë pra e urreni, keni frikë nga ndëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, ai e pranon shumë pendimin. Sa bukur po dëgjohet ezani. Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Sa të përmendet emri i profetit Muhammed, gjithmonë mos përtoni çoni selam. Sa i bukur është me çu selam dikush. E lere ma profetit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi. Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Paqja, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Mos harroni, bëni follow, bëni like, bëni share, mësoni diçka, edhe unë pak sevap, edhe ju pak ndryshojeni të menduarit e jetës, ndryshojeni stilin e jetës, bëhuni njerëz me virtyte e jo njerëz me vese.